Një aksident me pasojë vdekjen e një 43 vjeçari ndodhi në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte në një rreth-rrotullim në Lushnjë. Ernis Xhumari është parë nëpërmjet kamerave të sigurisë përpara komisariatit të policisë me një automjet Mercedes-Benz duke kryer manovra të rrezikshme. Më pas, sipas policisë, ai ka dalë nga automjeti duke bërtitur para komisariatit, veprim të cilin e ka përsëritur disa herë. Në këto kushte është njoftuar një ekip i patrullës së përgjithshme që ishte me shërbim në qytet për t'u afruar në komisariat, me qëllim verifikimin e drejtuesit dhe arsyen e sjelljes së tij. Por Xhumari sapo ka parë patrullën që vinte drejt komisariatit është larguar me shpejtësi dhe pas disa minutash dyshohet se për shkak të shpejtësisë së madhe dhe humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit është përplasur me bordurat anësore të rrugës në vendin e quajtur rreth-rrotullimi i plasmasit dhe është përmbysur. Si pasojë, 43 vjeçari banues në Tiranë humbi jetën në vend. Ndërkohë një tjetër aksident ndodhi në Kanin të Vlorës, ku si pasojë përplasjes së dy automjeteve, njëri prej drejtuesve të mjeteve ka mbetur i plagosur rënd. Në vendngjarje mbërriti menjëherë policia, ndërsa është dashur edhe ndërhyrja e forcave zjarfikse për të nxjerrë drejtuesin nga automjeti, pasi kishte mbetur i bllokuar brenda tij.